Darsëm në shtëpi. Atmosfera në Big Brother është kthyer krejtësisht në festë dhe surprizë për të gjithë banorët. Lajmi për dasmën simbolike mes Mateos dhe Brikenës u prit me habi, të qeshura dhe shumë kuriozitet nga të gjithë. Mateo nuk e fsheh emocionin, ndërsa Brikena, ndonse pak e turpshme, e merr situatën me shumë sportivitet. Banorët morën rolet e dasmës, disa organizonin muzikën, të tjerë bënin dasmorët e të tjerë kërkonin ceremoninë. Kur Mateo dhe përqafoi Brikenën, banorët shpërthyen në brohoritje. Ndoshta kjo darsëm nuk është vetëm për shaka. Muzika u ngrit dhe shtëpia u mbush me valle tradicionale. Të gjithë po shijonin këtë festë të papritur në mes të dhomës. Ndërkohë, pyetja mbetet, a është kjo thjesht një lojë apo po lind diçka më serioze mes tyre? Kjo darsëm mbetet një nga momentet më të bukura në shtëpi. Mbetet për t'u parë se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Një moment i papritur ka trazuar shtëpinë e Big Brother VIP 5, duke rikthyer edhe një herë Brikenën në qendër të vëmendjes. Një dron është shfaqur mbi ambientet e jashtme të shtëpisë, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e banorëve dhe duke ndezur aludime të reja rreth saj. Sipas asaj që u komentua mes banorëve, droni mbante një mesazh që lidhej drejt për drejt me Brikenën. Edhe pse mesazhi nuk u bëri qartë për publikun në detaje, reagimet brenda shtëpisë treguan se përmbajtja e tij ishte mjaftueshëm e fortë për të krijuar tension. Disa prej banorëve e interpretuan si një sinjal nga jashtë, ndoshta nga një person i afërt me të, ndërsa të tjerë e panë si një përpjekje për të destabilizuar lojën e saj. Brikena u duke surprizuar, por njëkohësisht e përmbajtur. Ajo nuk reagoi me impuls, duke tentuar të ruajë qetësinë dhe të mos jap shumë detaje. Kjo sjellje e saj u analizua menjëherë nga të tjerët, të cilët nisën të pyesin, a ishte ajo në dieni të këtij mesazhi? A konfirmon droni dyshimet për jetën e saj jashtë? Apo është thjesht një provokim për ta nxjerrë nga loja? Pas këtij momenti, atmosfera në shtëpi ndryshoi. Një grup banorësh mendon se droni është një ndërhyrje e padrejtë që synon ta dëmtojë emocionalisht Brikenën. Sipas tyre, çdo informacion nga jashtë mund të ndikojë në gjendjen psikologjike të një banori dhe ta çojë lojën në një drejtim të papritur. Ndërkohë, një grup tjetër e sheh si një të vërtetë që po del në sipërfaqe. Ata argumentojnë se nëse nuk ka asgjë për të fshehur, atëherë nuk ka arsye për shqetësim. Në reality show, çdo detaj merr peshë të madhe. Një dron i vetëm mjaftoi për të rikthyer në tavolinë të gjitha debatet e mëparshme mbi Brikenën, veshjen e saj, deklaratat për traditën, dyshimet për një lidhje jashtë dhe mënyrën se si ajo po e menaxhon imazhin e saj. Ky episod u kthye në një test të fortë emocional për të. Në një ambient ku izolimi është pjesë e formatit, çdo mesazh nga jashtë ka efekt të dyfisht, mund të jap forcë, mund të krijojë pasiguri. Më shumë se sa përmbajtja konkrete, droni u bë simbol i përplasjes mes jetës private dhe asaj publike. Ai ngriti pyetjen mbi kufitë e lojës, mbi ndikimin e jashtëm dhe mbi sa e vërtet është narrativa që një banor ndërton brenda shtëpisë. Brikena tashmë përballet me një sfidë të re, të vazhdojë lojën pa u ndikuar nga zërat e jashtëm, apo të sqarojë një herë mirë gjithçka për të shuar dyshimet. Një gjë është e sigurt, droni nuk ishte thjesht një objekt me qiell. Ishte një moment që ndryshoi dinamikën e shtëpisë dhe e bëri lojën edhe më intensive. Tensioni në shtëpinë e Big Brother ka arritur kulmin. Aty ku çdo fjalë dhe veprim po interpretohet si një sulm personal. Gjithçka nisi kur Juela i futi dorën Rogertit te krevati. Një gest i vogël, por që u perceptua menjëherë si te i kalin kufiri. Gerta ndërhyn me një paralajmërim të fortë, kujdes se është i rrezikshëm. Ky etiketim publik e përshkallëzoi situatën menjëherë. Rogerti, në vend të qetësisë, zgjodhi ofendimet, duke e drejtuar sulmin drejt Selinës me insinuata të rënda. Pyetja e tij për Dubajin nuk ishte më thjesht reagim, por një tentativë e drejt për të dëmtuar reputacionin e tjetrit. Problemi këtu është i thellë, kur konfliktet nuk mbeten të çështja konkrete, por kalojnë në sulme ndaj jetës private dhe moralit. Në një mjedis pa respekt dhe vetë kontroll, edhe një gjest i vogël kthehet në një zinxhir akuzash ku askush nuk dalin fitues. Në fund, kjo skenë na kujton se maturia dhe respekti për dinjitetin e tjetrit janë thelbësore, edhe në debatet më të ashpra. Një nga momentet që u kthye menjëherë në temë diskutimi në shtëpinë e Big Brother Albania ishte episodi kur Rogerti u rrëzua në dysheme pas një prekjeje të lehtë nga Stenaldo.
Një situatë që në pamje të parë mund të dukej si shaka mes banorësh, por që më pas mori për masa emocionale dhe sociale brenda dinamikës së lojës. Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Gjatë një momenti loje dhe batutash mes banorëve, Stenaldo e preku lehtë Rogerin dhe ky i fundit humbi ekuilibrin duke përfunduar në 2 sheme. Pamja ishte e papritur dhe reagimi i parë i shtëpisë ishte i qeshur. Banorët nisin të talleshin në mënyrë lozënjare, disa duke bërë humor, të tjerë duke egzageruar situatën për spektakël. Por ajo që e bëri skenën më të fortë nuk ishte rrëzimi në vetvete, ishte reagimi kolektiv. Në vend që situata të mbyllej me një ngritje të shpejtë dhe një buzëqeshje, ajo u kthye në një moment ku shumica e banorëve luajtën me episodin, duke e përdorur si material për shaka të vazhdueshme. Disa e imitonin rënien, të tjerë bënin komente ironike për forcën apo qëndrueshmërinë e tij. Për një person si Rogerti, i cili gjatë gjithë kohës kishte ndërtuar një imazh të fortë, krenar dhe të pathyeshëm, ky moment ishte goditje për egon. Në një ambient si Big Brother, ku perceptimi është gjithçka, një rrëzim fizik mund të përkthehet shpejt në rrëzim simbolik. Banorët ndoshta pa e menduar thellë, e kthyen situatën në një mini skenë komike, por për Rogerin ajo mund të ketë pasur peshë më të madhe emocionale. Nga ana tjetër, Stenaldo u duki habitur nga përmasat që mori situata. Prekja e tij ishte e lehtë, pa qëllim për ta rrëzuar seriozisht. Kjo ngriti diskutime mbi egzagerimin. A u rrëzuar Rogerti për shkak të humbjes reale të ekuilibrit, apo reagimi i tij ishte i shtuar? Spekulime të tilla janë të zakonshme në një format ku çdo lëvizje analizohet në detaj nga publiku. Atmosfera në shtëpi u nda në 2 kampe, ata që e panë si humor të pafajshëm dhe ata që menduan se tallja kolektive po kalonte kufirin. Në reality show, dinamika e grupit është e brisht. Kur një person bëhet objekt i shakas së përbashkët, rreziku është që situata të kthehet në izolim emocional. Publiku jashtë reagoi menjëherë në rrjetet sociale. Disa e morën me sportivitet duke e parë si moment argëtues. Të tjerë e kritikuan mënyrën si banorët vazhduan të qeshnin, duke e konsideruar si mungesë ndjeshmërie. Në një ambient ku presioni psikologjik është i lartë, edhe një situatë e vogël mund të ndihet shumë fish më e rënë për personin që e përjeton. Ky episod tregoi edhe një herë se në Big Brother nuk ka vetëm strategji dhe debate të forta, ka edhe momente spontane që zbulojnë karakterin e secilit. Si reagon dikush kur bie? Si reagojnë të tjerët kur dikush rrëzohet? A zgjedhin ta ndihmojnë, ta inkurajojnë apo ta kthejnë në humor? Në fund, rrëzimi i Rogerit u bë më shumë se një incident fizik. Ai u kthye në simbol të mënyrës si funksionon grupi brenda shtëpisë, një hapësirë ku dobësia ekspozohet menjëherë dhe ku forca shpesh matet jo vetëm me qëndrimin në këmbë, por me mënyrën si ngrihesh pas rënies. Një moment shumë i ndjerë ndodh në shtëpi kur Matilda i afrohet Brikenës në një çast të qetë, larg zhurmës dhe debateve të zakonshme. Atmosfera është më e butë dhe mes tyre ndihet një energji ndryshe nga herët e tjera. Pa shumë fjalë në fillim, Matilda i afrohet dhe e përqafon Brikenën fort, si për t'i treguar se ajo është e rëndësishme për të. Brikena fillimisht mbetet pak e surprizuar nga përqafimi i papritur, por nuk largohet. Ajo e lejon momentin të zgjas, ndërsa Mateo, me zë të qetë por shumë të sinqert, i thot se ajo është vajza më e mirë në shtëpi. Ai e shikon në sy dhe i thot se e vlerëson për karakterin e saj, për mënyrën si sillet dhe për forcën që tregon në situata të vështira. Mateo vazhdon duke thënë se ajo ka një zemër shumë të pastër dhe se kjo është ajo që e ka bërë të lidhet kaq shumë me të. Ai thekson se nuk është vetëm bukuria e saj që e tërheq, por mënyra si ajo mendon, si flet dhe si përballet me sfidat. Sipas tij, Brikena është një person që rrallë gjendet dhe ai ndihet me fat që e ka njohur. Brikena buzëqesh lehtë, por në sytë e saj shihet edhe një ndjenjë emocioni. Ajo i thot Mateos që të mos e idealizoj aq shumë, por ai nuk tërhiqet nga fjalët e tij. Ai shton se e pëlqen shumë, ndoshta më shumë se sa e ka menduar në fillim, dhe se çdo ditë që kalon pranë saj e bën ta kuptojë edhe më shumë këtë gjë. Ai pranon se ndoshta nuk e ka shprehur gjithmonë si duhet atë që ndjen, por se përqafimi i tij ishte spontan dhe i sinqert. Ai thot se ndonjëherë fjalët nuk mjaftojnë dhe përqafimi ishte mënyra e tij për t'i treguar sa shumë e vlerëson. Disa banorë që e shohin nga larg momentin fillojnë të komentojnë me buzëqeshje.
Disa mendojnë se kjo është një nga skenat më të bukura mes tyre, ndërsa të tjerë pyesin veten nëse ndjenjat janë të ndërsjella në të njëjtin nivel. Brikena i thot Mateos se e vlerëson shumë si person dhe se i pëlqen sinqeriteti i tij. Ajo shton se për të është e rëndësishme që çdo gjë të zhvillohet natyrshëm dhe pa presion. Megjithatë, ajo nuk e mohon që momenti ishte i bukur dhe se fjalët e tij e prekën. Mateo e siguron se nuk po e detyron për asgjë dhe se thjesht dëshironte ta dinte që ajo është shumë e rëndësishme për të. Ai i thot se pavarësisht gjithçkaje që ndodh në shtëpi, ajo mbetet personi që i jep më shumë qetësi dhe motivim. Ky moment krijon një atmosferë më të ngrohtë në shtëpi, duke zbutur tensionet e ditëve të fundit. Përqafimi dhe fjalët e Mateos duket se e forcojnë lidhjen mes tyre, ose të paktën e bëjnë më të qartë se ndjenjat e tij janë të thella dhe të sinqerta. Mbetet për t'u parë se si do të zhvillohet marrëdhënia mes tyre në vazhdim, por një gjë është e sigurt, për Mateon, Brikena është vajza më e mirë dhe ai nuk ka frikë ta thotë hapur që e pëlqen shumë. Në një nga përplasjet më të forta të ditëve të fundit në shtëpi, Selina dhe Juelen përfshihen në një debat shumë të ashpër që tensionon të gjithë ambientin. Gjithçka nis nga një diskutim i vogël për një koment të bërë më herët, por shumë shpejt situata del jashtë kontrollit dhe kthehet në një përballje të drejtpërdrejtë mes tyre. Selina, e nervozuar dhe e ngarkuar emocionalisht, i drejtohet Juelës me tone të larta dhe e akuzon për sjellje që sipas saj nuk janë as pak të denja. Ajo thot se është lodhur nga provokimet dhe komentet e vazhdueshme, duke shtuar se Juelën e sheh si një person që përpiqet të krijojë konflikte për vëmendje. Në kulmin e debatit, Selina përdor fjalë shumë të forta, duke e quajtur atë ordinere dhe vajzë e shpifur. Në momentin që këto fjalë thuhen, atmosfera në shtëpi ndryshon menjëherë. Disa banorë reagojnë me habi, të tjerë përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën. Juelen e prek thellë mënyra si Selina i drejtohet dhe ajo reagon menjëherë duke i kthyer përgjigje me të njëjtin intensitet. Juelen i thot Selinës se nuk ka të drejtë ta etiketojë në atë mënyrë dhe se ajo nuk ka bërë asgjë për të merituar fjalë kaq të rënda. Ajo thekson se gjithmonë ka folur hapur dhe nuk është fshehur pas askujt. Sipas saj, nëse Selina ndihet e kërcënuar apo e pasigurt, nuk duhet ta nxjerrë këtë duke ofenduar të tjerët. Debati bëhet gjithnjëherë më i tensionuar. Të dyja flasin njëkohësisht me zë të lartë dhe për disa momente duket sikur situata mund të përshkallëzohet edhe më tej. Banorët afrohen për t'i ndarë dhe për t'u kërkuar të ulin tonet. Disa i thonë Selinës se ka kaluar kufirin me fjalët e saj, ndërsa të tjerë përpiqen t'i thonë Juelës të mos reagojë me të njëjtin agresivitet. Selina vazhdon të insistojë se fjalët e saj janë rezultati një akumulimi situatash dhe se ajo ndihet e provokuar prej kohësh. Ajo shprehet se Juelen shpesh bën komente të nënkuptuara dhe përpiqet ta ulë përpara të tjerëve. Sipas saj, ky debat ishte i pashmangshëm sepse tensioni kishte kohë që po rritej. Nga ana tjetër, Juelen thotë se nuk e pranon etiketimin dhe se askush nuk ka të drejtë ta gjykojë në atë mënyrë. Ajo shton se loja mund të jetë e fortë, por respekti duhet të mbetet gjithmonë. Ajo e konsideron sulmin e Selinës si personal dhe të padrejtë. Atmosfera në shtëpi mbetet e rëndë edhe pasi debati ndalet përkohësisht. Disa banorë diskutojnë mes tyre për situatën, duke thënë se të dyja kanë gabuar në mënyrën si e trajtuan konfliktin. Të tjerë mendojnë se kjo përplasje ishte e pashmangshme duke parë tensionin e akumuluar. Selina më vonë shprehet se ndoshta mund të kishte përdorur fjalë më të zgjedhura, por nuk e tërheq plotësisht atë që tha, sepse sipas saj ajo thjesht reagoi ndaj një sjelljeje që e kishte lënduar. Ndërsa Juelen mbetet e prekur dhe thotë se do të jetë më e kujdesshme me marrëdhënien e saj me Selinën në të ardhmen. Ky debat lë një ndikim të fortë në dinamikën e shtëpisë. Marrëdhënia me Selinës dhe Juelës duket e thyrë dhe do të duhet kohë për të parë nëse do të ketë një pajtim apo nëse ky konflikt do të thellojë ndarjet mes grupeve brenda shtëpisë. Një gjë është e sigurt, ky ishte një nga momentet më të nxehta dhe më të diskutueshme deri tani. Atmosfera në shtëpi bëhet e rëndë dhe plot ankth kur dëgjohet njoftimi për një zarf të zi. Banorët menjëherë ngrihen në vend, sepse të gjithë e dinë që një zarf i zi zakonisht lidhet me një shkelje të rënë dhe mund të ketë pasoja serioze. Heshtja mbush ambientin ndërsa të gjithë përpiqen të kuptojnë se për kë është ky paralajmërim i fortë. Në momentin që bëhet e qartë se zarfi i zi i drejtohet Rogertit, tensioni rritet edhe më shumë. Shumë prej banorëve kthejnë kokën nga ai, ndërsa disa prej tyre duken të habitur, të tjerë të shqetësuar.
Rogerti vetë duket I tensionuar, por përpiqet ta mbaj veten të fortë përpara të gjithëve. Zarfi I zi lexohet me zë të lartë në mes të sallonit. Në të përmenden sjelljet e fundit të Rogertit dhe shkeljet që ai ka bërë gjatë debateve të ashpra. Të gjithë e kuptojnë që situata lidhet me fjalët e rënda që ai ka përdorur dhe me konfliktet që kanë kaluar kufijtë e lojës. Teksa lexohet çdo fjali, fytyra e Rogertit ndryshon. Ai duket I përqendruar, por edhe I shqetësuar për atë që mund të ndodhë. Banorët mbajnë frymën, sepse pyetja më e madhe është, a do të largohet Rogerti nga shtëpia? Disa prej tyre mendojnë se ky është një paralajmërim I fundit dhe se ai duhet të reflektojë seriozisht për sjelljen e tij. Të tjerë besojnë se vendimi mund të jetë më I rënë dhe se një largim I menjëhershëm është I mundshëm. Atmosfera është e ngarkuar dhe askush nuk flet për disa sekonda pas përfundimit të leximit. Rogerti merr fjalën dhe përpiqet të shpjegojë veten. Ai thotë se e pranon që ka gabuar në disa momente dhe se tensioni e ka çuar të thotë gjëra që nuk duhej t'i thoshte. Ai shton se nuk ka dashur të lëndojë askënd në mënyrë personale dhe se kërkon falje për çdo fjalë që ka kaluar kufirin. Disa banorë dëgjojnë me dyshim, ndërsa të tjerë duken më të butë ndaj tij. Ka nga ata që mendojnë se ai duhet të marrë një shans për të treguar se mund të ndryshojë. Por ka edhe zëra që thonë se rregullat janë të qarta dhe se çdo veprim ka pasoja. Ankthi vazhdon të rritet ndërsa të gjithë presin vendimin përfundimtar. Çdo sekond duket më e gjatë se tjetra. Rogerti qëndron në këmbë me një përzierje emocionesh, krenari, frikë, pasiguri. Ai e di që ky moment mund të ndryshojë gjithçka për të. Banorët fillojnë të flasin mes tyre për mundësinë e largimit të tij. Disa shprehen se pavarësisht konflikteve, ai është një lojtar I fortë dhe largimi I tij do të ndryshonte dinamikën e shtëpisë. Të tjerë mendojnë se një shembull duhet dhënë për të ruajtur respektin dhe kufitë. Mbetet pezull pyetja kryesore, a do të largohet Rogerti? Apo do të marrë vetëm një paralajmërim të fundit? Ky moment I zarfit të zi ka tronditur të gjithë dhe ka krijuar një atmosferë pasigurie në shtëpi. Çfarëdo vendimi që të merret, është e qartë se ky do të jetë një nga momentet më të forta dhe më të diskutueshme të këtij edicioni. Në një nga debatet më të nxehta të ditëve të fundit në shtëpi, Rogerti përplaset ashpër me Selinën, duke e akuzuar për sjelljen e saj dhe për marrëdhëniet që ajo ka krijuar me disa prej djemve brenda shtëpisë. Gjithçka nisi një diskutim për lojën dhe për afrimitetet e fundit, por shumë shpejt situata del jashtë kontrollit. Rogerti I drejtohet Selinës me tone të ashpra dhe I thotë se sipas tij, asaj I pëlqen si midhi ashtu edhe Gimbo, duke e akuzuar se po luan me ndjenjat e tyre. Ai shprehet se ajo po jep sinjale të përziera dhe se po përfiton nga vëmendja e dy djemve njëkohësisht. Sipas Rogertit, kjo nuk është sjellje e sinqertë, por një strategji për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Selina fillimisht përpiqet të ruajë qetësinë dhe I thotë se askush nuk ka të drejtë t'i tregojë asaj si duhet të sillet apo kë duhet të përqejë. Ajo thekson se ndjenjat janë personale dhe se nëse ka simpati për dikë, kjo nuk do të thotë që po manipulon situatën. Por debati përshkallëzohet kur Rogerti përdor një fjalë shumë fyese ndaj saj, duke e quajtur me një term ofendues dhe degradues. Në momentin që ai e thot atë fjalë, atmosfera ndryshon menjëherë. Banorët reagojnë me habi dhe disa prej tyre I kërkojnë Rogertit të ndalojë dhe të mos përdor gjuhë të tillë. Selina mbetet e shtangur për disa sekonda, pastaj shpërthen në reagim. Ajo I thot me zë të lartë se askush nuk ka të drejtë ta ofendojë në atë mënyrë dhe se ky është një sulm I ulët dhe I papranueshëm. Ajo shprehet se është e lirë të flasë dhe të shoqërohet me këtë dojë, pa pasur nevojë të justifikohet përpara askujt. Sipas saj, fakti që ajo ka komunikim me Mirin dhe Gimbon nuk do të thotë se po luan me ndjenjat e tyre. Ajo thekson se ka qenë e qartë në çdo bisedë dhe se nuk I ka premtuar asgjë askujt. Rogerti vazhdon të insistojë se sjellja e saj krijon konfuzion dhe se ajo duhet të marrë përgjegjësi për mënyrën si perceptohet. Por kjo vetëm sa e zemëron më shumë Selinën, e cila I thotë se perceptimi I tij është problemi I tij dhe jo I saj. Ajo e akuzon Rogertin se po përpiqet ta ulë dhe ta turpërojë përpara të gjithëve. Debati bëhet shumë I ashpër, me të dy që flasin me zë të lartë dhe nuk lën njëri tjetrin të shpjegojë. Banorët ndërhyjnë për t'i qetësuar, duke I kërkuar Rogertit të kërkojë falje për fjalën fyese.
Disa prej tyre shprehen se, pavarësisht debatit, përdorimi i një gjuhë të tillë është i papranueshëm dhe kalon kufijtë e lojës. Selina shprehet se ndihet e lënduar dhe e ofenduar thellë. Ajo thotë se një grua nuk duhet të gjykohet apo të etiketohet për mënyrën si sillet apo për faktin që ka komunikim me më shumë se një person. Sipas saj, këto janë paragjykime dhe mungesë respekti. Atmosfera në shtëpi mbetet e tensionuar edhe pas përfundimit të debatit. Disa banorë diskutojnë mes tyre për situatën, duke theksuar se loja mund të jetë e fortë, por respekti duhet të mbetet gjithmonë. Të tjerë mendojnë se konflikti mes Rogertit dhe Selinës do të ndikojë në marrëdhëniet dhe aleancat brenda shtëpisë. Ky përplasje lë një shije të hidhur dhe tregon se tensionet po rriten gjithnjë e më shumë.